Them drejtën, fillimisht ka qenë një shfaqje jashtëzakonshme në tribuna. Kisha dashur me I përgëzu të dy tifozërit. Kjo është ajo të cilën shpeshherë kemi potencuar dhe kemi thonë se kësaj Superlige I duhet në Prishtinë. Çfarë është paraqit sot me plisat si lojtarin e 12 ku banë një shfaqje për mendimin tim mahnitse, ndonse në media po qarkullojnë disa zëra që pas përfundimit të ndeshjes ka pas një përplasje mes të tifozëve dhe futbollistëve të dritës, po shpresojmë që të jenë vetëm individ të përfshirë jo si grup në tërësi për shkak se do të ishte një hije e keqe. Është edhe po me Florian nëse ke mundësi me transmetu që banë një performancë shumë të mirë. Normalisht intelektualet ishin në numër më të vogël, por kjo është ajo bukuria e futbollit edhe një derbi të kaq të madh nuk bën asesi me I mungu këto dy tifozëri. Kjo është pomja Blendi, pas përfundimit të ndeshjes, plisat janë futur në fushë dhe janë vërsulur tifozëve musafir dhe sipas informacioneve Shikus të kujna janë këtu? Të Prishtinës. Plisat janë futur në fushë. Kjo ka ndodhur pas përfundimit të ndeshjes. Lorek, futbollisti në fushë, përderisa është në fushën e gjelbërt, këtë duhet me ditë gjithë që është I shenjtë. Edhe nuk bën asesi që të preket, as të sulmohet fizikisht aq më pak. Kështu që normalisht që nuk janë pamje të mira këto kur tifozët marrin as si veprime ndoshta të ngotshme, ndoshta të momentit, ndoshta si pasojë që klubi I tyre nuk I ka përmbush pritshmëritë me cilët ata kanë pasë edhe nuk ka performu në nivelin që ata performu në tribuna, për shkak se e thash edhe më herët që ishin të jashtëzakonshëm sot edhe kjo është ajo bukuria e futbollit, sepse pa marrë parasysh se çfarë lufte bëhet brenda në teren, po që se nuk ka tifoz